U rikthyem sërish në studio, po vazhdojmë bisedën aty ku e la më parë. Turqia nuk mund të flasim për imbalancë, ka dhe problemet fetare mes tyre. Sigurisht, është problem ideologjik, është një krizë që ka filluar që me britanikët në vitet 1920 pas luftës dytë botërore, është një histori e gjatë, nuk është mijëvjeçare, siç thonë, po ka gati, le të themi, 100 vjet që ekziston kjo dinamik, ky konflikt. Dhe hipokrizia e perëndimit në trajtimin e Izraelit se një fëmijë të vogël që ne duhet ta mbrojmë, ta kultivojmë, t'i japim trajtim special, është ajo që i nervozon edhe fëmijët e Izraelit nga janë sot. Sepse ka vende arabe, për shembull, që kanë marrëdhënie me Izraelin. Edhe pse jo në mënyrë deklaruar. Po jo vetëm aq, po trajektoria e ardhjes së aeroplanave B2, po ti lajmi sot, ka kaluar nëpërmjet Jordanisë. Po sigurisht. Çka implikon një vend arab. Edhe janë shumë vende arabe, ke Egjipti, Jordaninë, Arabinë Saudite, Emiratet, vende të cilat Katari, vende të cilat janë të gatshme edhe për diplomaci me Izraelin. Janë vende që firmosën akordet abrahamike në termin e parë presidenti Trump. Por kjo nënçmon edhe në sytë e publikut të tyre, më kupton, të këtyre vendeve, nënçmon përpjekjet diplomatike të tyre kundrejt Izraelit, sepse ju tregon që Izraeli nuk është i gatshëm për diplomaci. Izraeli nuk është i gatshëm që të ulet në tryezë dhe të jap stabilitet e paqe, nuk u garanton atyre sigurinë e vet. Okej, po nga ana tjetër as Irani duke përgatitur një bombë bërthamore, natyrisht ai mund ta ketë. Unë nuk, kur thot vdekja Amerikës, vdekja Izraelit, nuk e besoj që ka për mbrojtje. Shiko, është ai dinamika politike iraniane është pak komplekse, me thënë të drejtën. E diskutuam dhe më parë që ka 3 pika. Janë 3 pika, pushteti fetar, pushteti ushtarak dhe qeverisë civil. Por bomba bërthamore iraniane sipas meje nuk është diçka që asnjë vend në rajon e dëshiron. Madje as Turqia që po përpiq. As Turqia, as Arabia Saudite, as Pakistan, nuk ka vend që dëshiron një Iran bërthamor. Por ama në të njëjtën kohë nuk ka vend që dëshiron një ndryshim regjimi në Iran. Pse? Sepse kjo do me thënë destabilizim rajonal. Irani është një vend me 92 milion, 93 milion banor, me interesat të ndryshme politike, me interesat të ndryshme ushtarake, me grupe të ndryshme etnike, fetare. Një ndryshim regjimi do me thënë, do të thotë ndoshta një luftë civile në Iran. Ndoshta destabilizim rajonal. Këtë se ka kërkuar as Shtetet e Bashkuara, por rrezikon as presidenti Trump. Sepse tashmë vjen pyetja që si mund ta zbutësh gjendjen. Sepse ti sapo shënjestrove, le të themi, i hape luftë një shtetit huaj, sepse bombardove territorin e vet sovran. Megjithatë ata kanë deklaruar se nuk është varë asnjë antar i ushtrisë. Asnjë antar, sepse edhe iranianët patën kohë të evakuonin bazat. Në deklaratat e fundit kanë thënë që edhe uraniumi që ishte i vendosur është spostuar në vende të tjera të sigurta. Edhe fakti është tashmë që nuk po deklarohet se ekzistonte frika e përhapjes një rrezatimi bërthamor dhe deri tash. Nuk ka ndodhur. Dhe këtu qëndron domethënë ajo pyetja e përgjithshme që si arrin këto palë të zbusin tensionet. Dhe kjo është hapi kyç. Kemi 2 opsione, ose diplomacia, ulen tryezë, Irani është i gatshëm të negociojë me amerikanët, të abandonoj programin e vet bërthamor. Po Irani ka bërë disa herë këtë dhe ka mashtruar Amerikën me qeveritë e mëparshme. Duhet kemi ndërmend edhe mashtrimet amerikane këto kohë e fundit që në negocime sipër izraelitët për shembull po thonë që amerikanët u përdorën si gënjeshtër ndaj iranianëve për sulmin dhe i kapën në befasi, duke negociuar me njëri tjetrin. Nuk ka, si të themi, goodwill, i thonë në anglisht. Dëshirë mirë nga 2 palët që të negociojnë, sepse... Vullnet mirë. Vullnet, po, nuk ka vullnet mirë nga 2 palët të negociojnë, sepse në mes ke 3 interesat ndryshme, sipas meje, në këtë mes. Nuk është, janë 2 edhe mund të ulen 3, ke 3. Ke interesin e Shteteve të Bashkuara, i cili është interes shumë i drejtë për drejtë, negocim, abandono paqe ndërkombëtare, Irani nuk duan ndryshim regjimi, lër programin tënd bërthamor dhe vazhdo rrugën.
E ka thënë Trumpi gjithmonë këtë. Kjo është ke interesin iranian, I cili thotë unë dua garantim sigurie, sidomos tani regjimi që është në pushtet pas çka ndodhi me Hezbollahun dhe me Sirin edhe me boshtin e rezistencës, siç e quajnë ata, është I gatshëm të negociojë, sepse e di vetë që edhe fuqia e vetë rajonale është kurrur dukshëm biles, dhe kërkon një farë garancie sigurie, si regjim ose si shtet që çfarë do ndodh me ne. Këto interesa, nëse janë një me një, mund të ulen dhe të negociojnë. Është interesi tret ai që hedh halën, le të themi, në mes, ose shkopin në rrot. Është Izraeli, sepse Izraeli ka interes të vetë, strategjik. Po ka interes të ekzistencës Izraeli. Dhe interesi Izraelit nuk është thjesht negocim. Interesi Izraelit është shfarosje e regjimit iranian. Dhe këtu bie në konflikt drejt për drejt me administratën e Donald Trump, e cila nuk do ndryshim regjimi, nuk do destabilizim në rajon. Dhe plani Izraelit ka 30-40 vite, mund të shohësh deklaratat e Netanyahut, I cili flet për luftë ose për ndryshim regjimin në Iran. Po ndryshimi I regjimit nuk mund ta kthejnë në kohën e Shahut që kishin marrëdhënie të mira, sepse është e vështirë, po nga ana tjetër, edhe regjimi në Iran ka mjaft pa kënaqësi nga masat popullore. Kemi vënë re edhe gjatë viteve të fundit, në vitin 22 ka pasur edhe revolta që janë shtypur me dhunë. Protesta, ka pasur protesta, ka ato problemet e veta civile brenda për brenda. Në fundit është regjim, më kupton, nuk është demokraci, por arrim pyetja që si mund të zgjidhet kjo çështje, sepse kjo është interesa $1 milion se për ne, po. Shumë dollar se për ta. Dhe edhe besoj vetë, edhe Shtetet e Bashkuara kanë kuptuar tani më që Netanyahu në veçanti, ndoshta jo, po Netanyahu ka vizionin e vet, ndoshta edhe ndryshe nga vizioni izraelit komplet, sepse Netanyahu është në risk, ka risk brenda burgu e në ekzistencën e vet politike, kështu me radhë. Dhe Trump është në pozitë të vështirë ku duhet balancoj gjithë këto interesa dhe gjithë këto faktore të ndryshme. Tash, më fal. Kam një pyetje tjetër, disi provokative, po mos të bënte Trumpi këtë gjë, ç'do ndodhte? Kaloi 2 javë, e zën, hipotetike. Po. Kishte disa opsione, Shtetet e Bashkuara nuk është se mund mos bënin asgjë fare, por do kishte opsionin e presionit diplomatik që të anashkalonte Izraelin dhe të thoshte, ok, jemi të gatshëm të ulemi me ju drejt për drejt, lere Izraelin, harroje Izraelin, Izraeli nuk është pjesë në këtë ekuacion. Deri më tani nuk ka pasur administratë amerikane që e ka bërë këtë gjë, që nuk e ka konsultuar Izraelin mbi këtë çështje. Opsioni i dytë është që linte një luftë vazhdonte si punë e luftës me Rusinë dhe Ukrainën, për shembull, ku dy palët do të shkëmbejnë zjarr me njëra tjetrën dhe ose do të shkarkojnë municionet dhe do të ulen në tryezë, ose do të kenë një paqe të ftohtë, le të themi në vazhdimsi, ose një ceasefire, kur I thonë, si 2 Koret, armpushim si 2 Koret, për shembull. Por personalisht nuk besoj që kjo gjë ishte e mundur. Trump ishte I detyruar të reagonte në një mënyrë ose një tjetër. Megjithatë, ky reagim I Trumpit ka shkaktuar reagime të tjera brenda politikës amerikane, kundërshtime të demokratëve për shkak se nuk u ka marrë mendimin e tyre në Kongres për fillimin e një lufte, por në fakt kjo është edhe s'është fillimi I një lufte, është një akt ndërhyrje amerikane, po nuk është fillimi I një lufte, megjithse u tha nga zoti Ekseth që pas sulmit janë njoftuar edhe krerët the Club of 8, si quhen personat cilët janë kryetari I Senatit, kryetari I Parlamentit në kryetari me radhë. Nuk është fillimi I një lufte ende, po ka rrezikun që të zhvillohet në një luftë. Dhe nuk janë vetëm demokratët, është dhe kampi MAGA, kampi republikan. Edhe një pjesë e kampit të republikan që I kanë se unë mbështet me Trumpin, me idenë e Trumpit që unë dua paqen ndërkombëtare. Edhe ka shumë edhe nga ana e opinionit publik që po thonë ne votuam Trumpin për emigracion e për ekonomi, dhe po shohim një ripërsëritje të Irakut
Po shohim një ripërsëritje të këtyre luftrave pa fund në lindjen e mesme, edhe pse ky prezident premtoi që do dilnin nga lindja e mesme, do të dhe këtë Megjithatë shumë herët është herët për është nxjerr herët, konkluzione. dhe e gjitha varet nga kundërpërgjigja iraniane. E gjitha varet nga kundërpërgjigja iraniane. Nëse sa larg Irani shkojë do Irani. të hap shtegun për bashkëbisedime, kjo situatë do Po deeskalohet. edhe amerikanët besojnë atë pikë do të detyrohen që të zbusin Izraelin dhe të i thonë Irani është gati për negocime, ti je i vetmi faktor destabilizues në këtë palë treshe, tani duhet të ulesh. Kaq. Dhe nëse nuk e bën dhe atë, atëherë ai është problem shumë më i thellë. Sepse nëse pala iraniane tregon gatishmëri për diplomaci pas kësaj pike, dhe është Izraeli ai që refuzon, atëherë problemi është dukshëm Izraeli. Megjithatë, ministri i jashtëm sot edhe kryeministri deklaruan që nuk janë për paqe, nuk janë për bisedime paqësore, po koha do të tregojë. Do të tregoj koha. Këto janë deklarata publike që jepen E shpesh. jepen Po shpesh ka komunikime pas dyerve të mbyllura që e pohuan edhe drejtuesit e Pentagonit që kanë vazhduar me palë të treta diskutimet edhe me palën iranian, besoj Turqia ose ndonjë vend tjetër, madje edhe ministri i jashtëm i Iranit në intervistën që dha edhe nga Stambolli sot. Mëngjes. Atëherë ne të dy besoj bashkohemi të gjithë ne, po dhe shqiptarët edhe amerikanët bashkohen me idenë që bota është më mirë në paqe pa armë bërthamore, sepse lufta bërthamore mund të çojë në asgjësimin e të gjithë kontinentit. Fakti që presidenti Trump nga ana njëran mbajtje dhe frenoi Indinë dhe Pakistanin mos kalonin në avancime të tjera ushtarake. Në fakt, përdorimi i këtyre bombave të mëdha ishin më tej bomba thellësie, edhe u harxhuan 14, 20 kishte në rezervë Amerika. Nga këto. Po. Ke 6. Ka që po megjithatë disa qendra të tjera këto ishin përdorur kryesisht për Fordon, ato u përdorën raketa të tjera nga Tomahawk të lëshuara nga nëntecet për të sulmuar Ifsahanin edhe Natansin, dy qendrat e tjera. Megjithatë, Irani ka deklaruar se ka qendra të tjera dhe ka ka deklaruar që vazhdon punimi i uraniumit dhe nuk ka pasur dëm të dukshëm, por kjo mund të jetë thjesht deklarat publike për sy e faqe. Nuk i di, në fundit nuk e dim se çfarë ndodh thellësisht prapa skenave dhe presim informacionet që vijnë nga burimet e këtyre vendeve. I dashur Reginaldo, të faleminderit për praninë tuaj në studio, si gjithmonë, edhe për analizën e hollësishme që i bëjmë sa ngjarje të ndodhur nga mbrëma deri më sot, që bëri që të ketë një reagim mbar botëror, megjithëse pritet diçka, një veprim nga Shtetet e Bashkuara. Ne, si të gjithë amerikanët, lypsim që paqja në botë të mbizotëroj, edhe paqja mbizotëron kur lufta është larg, kur bombat atomike janë larg, përdorimit të tyre dhe kur njerëzimi duhet të gjejë nëpërmjet diplomacisë, nëpërmjet paqes rrugën për përparim, për evolucion, një luftë ndërkombëtare me përdorimin e bombave atomike nga superfuqi të tilla si Rusia apo Kina apo vendet tjera të cilët e kanë, vendet evropiane që janë më pak të involvuar në këtë, por edhe vendet të tilla, madje para 2 ditësh Irani deklaroi që Pakistani do sulmoj Izraelin me bombë bërthamore, thjesht për të thënë që po sulmojmë si vende muslimane. Megjithatë, urojmë që paqja të mbizotërojë. Edhe paqe edhe për Palestinën, që është e detyrueshme në emër të njerëzimit. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund të emisionit ton X-Ray, me të ftuarin ton, analistin Reginaldo Nazarko, trajtuan pikërisht problemet e shkaktuara nga ndërhyrja amerikane që urdhëroi presidenti Trump për të sulmuar objektet e Iranit që përdoren për pasurimin e uraniumit. Miru takofshim emisionet tjera.
go.